Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Miku çudit botën, persona që hanë portokalle çdo ditë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Portokalli është agrumja më e preferuar e miliona njerëzve në botë, një kombinim perfekt mes të ëmblës dhe aftësisë. Portokalli është plot shije dhe mbi të gjitha plot vlera. Ekspertët thonë se portokalli duhet ngrënë çdo ditë sepse prej tij organizmi merr përfitime të menjëhershme. Sy të shëndetshëm dhe shikim të shëndetshëm. Portokalli përmban shumë vitaminë C ose përafërsisht 116% të vlerës së rekomanduar ditore. Vitamina C është e dobishme për shëndetin e syve dhe ul rrezikun e perdës së syve. Përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe ngadalëson procesin e sëmundjeve të syve si pasojë e moshës. Portokalli përmban shumë beta-karoten që në organizëm kthehet në vitaminë A dhe është shkaktari numër 1 i problemeve me sytë. Më pak rrezik nga ishemia. Këto agrume përmbajnë flavonol të cilët ulin rrezikun e ishemisë dhe gjithashtu përpos faktorëve të tjerë, femrat që konsumojnë shumë portokalle kanë 19% më pak gjasa që të preken nga ishemia. Për më tepër, vitamina C është parandaluese e hemoragjisë cerebrale. Portokalli dhe oreksi. Portokalli është një burim shumë i mirë fibre. Një kokër e vetme përmban 12% të dozës së rekomanduar ditore. Fibra gjithashtu rregullon lëvizjet e zorrëve, ul kolesterolin dhe mban nën kontroll sheqernat në gjak. Ndërkohë, ul edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Fibra gjithashtu e ngadalëson tretjen, ndaj ju do të ndiheni të ngopur për më shumë kohë të gjatë. Portokalli kundër radikaleve të lira. Një portokall përmban fibra dietike të cilat ulin rrezikun e radikaleve të lira që dëmtojnë qelizat. I gjithë fruti është i dobishëm kundër qelizave të dëmshme dhe të këqija, të mushkrisë, të stomakut, gojës, laringut dhe të ezofagut. Lëkurë më e shëndetshme. Një portokall në ditë e bën lëkurën tuaj më të shëndetshme. Portokalli përmban gjithashtu vitaminën C, e cila e ndihmon organizmin që të sintetizojë kolagjenin, një proteinë e dobishme për lëkurën të shëndetshme. Portokallët përmbajnë edhe beta-karoten që transformohet në vitaminë A dhe gjithashtu ndihmon në rritjen e qelizave të lëkurës. Marrja e vitaminës C çdo ditë ka shumë përfitime në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sepse ruan shëndetin e enëve të gjakut. Trup i shëndetshëm. Vitamina C tek portokallet është i dobishëm për rritjen dhe rikuperimin e indeve. Vitamina C shëron plagët dhe ruan shëndetin e kockave. Ajo është e rëndësishme për prodhimin e kolagjenit që nevojitet në çdo qelizë të trupit. Studimet kanë zbuluar se konsumimi i të paktën 400 mg vitaminë C në ditë përmirëson funksionin e muskujve dhe gjithashtu largon dhimbjet. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë ndodh trupit nëse konsumoni lëng portokalli çdo ditë. Lëngu i portokallit është i pasur me vlera ushqyese dhe jep përfitime të ndryshme për trupin. Kjo është edhe arsyeja pse duhet të pirë çdo ditë. Kur është fjala për të ushqyerit dhe njëkohësisht mirëqenien, duhet të dini se lëngu i portokallit është i njohur nga të gjithë për përmbajtjen e lartë të vitaminës C dhe për shumë vlera të cilat shërbejnë si një ilaç i vërtet për trupin.
Në fakt, përfitimet që në një gotë me lëng portokalli mund të ofroj janë shumë të larta dhe këtu ne do t'ju tregojmë disa prej tyre të cilat janë krejtësisht të njohura. Përfitimet që sjell pirja çdo ditë e lëngut të portokallit ka të bëjë me vetitë e frutave në një mënyrë për të përqendruar dhe duke rritur përfitimet, është i përsosur për të pirë në mëngjes ose gjatë ditës dhe ju lejon që të mbusheni me energji dhe vitaminë C duke i dhënë trupit tuaj përfitime të ndryshme, i përdorur nga shumë njerëz për të parandaluar gripin. Lëngu i portokallit ka shumë virtyte të tjera. Le të gjejmë disa. Stimulon metabolizmin. Është një stimulues i natyrshëm i metabolizmit bazal. Shmang shtimin në peshë. Lëngu i portokallit ndihmon për të pastruar gjakun dhe për të bërë njëkohësisht acidet tona më të ulta dhe duke hequr kështu rrezikun e shtimit në peshë. Rregullon sistemin e tretjes. Ndihmon tretjen duke luftuar efektin e ulçërave. Rregullon në zorrët. Pirja e lëngut të portokallit ndihmon gjithashtu në rregullimin e funksioneve të zorrëve duke çuar ata që vuajnë nga diarrea ose kapslloku në një funksion më normal. Normalizon sheqernat në gjak. Përveç se ka pak sheqer, lëngu i portokallit gjithashtu rregullon nivelet e sheqerit në gjak duke provuar të jetë një ndihmë e shkëlqyer për ata të cilët vuajnë nga diabeti. Është i shkëlqyer për nyjet. Pirja e lëngut të portokallit çdo ditë ndihmon në krijimin e nyjeve më të lëvizshme, duke shmangur kështu shfaqjen e dhimbjeve tek ata të cilët vuajnë nga artriti. Parandalon plakjen. Lëngu i portokallit ka fuqi të mëdha antioksiduese dhe ndihmon për të mposhtur radikalet e lirë dhe për të vonuar procesin e plakjes natyrore. Ndihmon kundër alergjive. Ndihmon edhe për të rregulluar çlirimin e histaminës duke dëshmuar një ndihmë të vlefshme në rast të alergjive dhe të frymëmarrjes. Tani që ne kemi parë se cilat janë disa nga përfitimet që vijnë nga pirja e lëngut të portokallit çdo ditë, duhet të gjejmë se si ta konsumojmë atë në mënyrën e duhur. Në fakt, pirja e lëngut të thjesht nuk mjafton, para së gjithash ata të gatshëm duhet të ndalohen. Prej momentit të shtrydhur portokalli në të vërtetë fillon dhe të humbas disa nga përfitimet e tij. Për këtë arsye, e vetmja mënyrë për të siguruar që të merrni të gjitha përfitimet është thelbësore që ju ta konsumoni menjëherë pasi ta keni shtrydhur. Ndërkohë mund ta përdorni lëngun e portokallit edhe për flok të shëndetshëm. Shpëlarja e flokut me lëngun e lëkurës të portokallit është një ritual i shkëlqyer për pastrimin e tyre. Për të krijuar një maskë flokësh me portokall, bëni mirë të ruani lëkurat e tij. Vendoseni lëkurat e portokallit në mikser dhe shtoni kos, vaj kokosi dhe lëng portokalli. Kur masa të jetë kremoze, lyeni flokët në të gjithë gjatësinë e tyre dhe më pas mbështilleni. Lëreni për 30 minuta dhe shpëlani kokën. Mjafton që të zini dhe lëkurat e portokallit në ujë dhe më pas ta lini të qëndrojë për gjatë gjithë natës. Kullojeni lëngun dhe të nesërmen përdoreni pas larjes me shampo. Nëse dëshironi mund të krijoni një balsam duke miksuar në një enë pak mjalt, qumësh dhe disa pika lëng portokalli. Më pas këtë përzierje lyeni flokët dhe lëkurën e kokës. Shpëlajini kokën me ujë të ftohtë për të ruajtur lagështinë e flokëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit këshilloni me mikun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.